Një ekip arkeologësh në kryesimin e Brikena Shkodrës ka filluar gjatë muajit qershor gërmime në brendësitë Forumit Bizantin të Durrësit. Gërmime që vijnë si pjesë e një projekti studimor për qytetin e Durrësit në antikitetin e vonë. Është një projekt i Institutit Arkeologjisë i mbështetur nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, ndërsa për pjesën studimore mbështetet nga një fondacion gjerman. Qëllimi i rikthimit tonë për të pesën vit radhazi tek Shkodra është sepse kemi ende nevojë që të mbledhim të dhëna të mjaftueshme për të shkuar në fazën finale, që është studimi i gjithë elementeve përbërëse dhe kompleksitetit të dhënave që na ka trashëguar ky monument. Prioritare në gërmimet e këtij viti mbeten të dhëna për fazat që pasojnë braktisjen e funksionit publik të këtij monumenti të shekullit të 5-6 të erës sonë, historinë e transformimit dhe të ripërdorimit të saj hapësire përgjatë gjithë periudhës së shekullit të 7 deri në mesjetën e vonë të shekullit 14-15 të erës sonë. Jemi rikthyer edhe këtë vit me gërmimet tona arkeologjike si pjesë e një projekti të Institutit Arkeologjisë, mbështetur nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë për aspektin e gërmimit arkeologjik dhe nga Fondacioni Gerda Henkel Stiftung, fondacioni gjerman, i cili mbështet studimin e këtij monumenti. Qëllimet e rikthimit edhe të vazhdimit të punës tonë këtu lidhen natyrisht me nevojën që ne kemi për ta kuptuar monumentin në tërësinë e tij, për të bërë dokumentimin e detajuar dhe informacionet e munguara që i kemi deri tani në lidhje me kohën e ndërtimit të monumentit, me funksionet të dhëna në lidhje me funksionet e tij, si dhe mënyrën e transformimit dhe të përdorimit përgjatë gjithë historisë e ekzistencës së këtij monumenti, i cili ka qenë hapësira publike e qytetit gjatë shekujve 6 deri dhe ka ekzistuar në këtë pjesë të qytetit me funksione të ndryshme deri të paktën shekullin e 14. Ndaj misioni jon edhe këtë radhë është të plotësojmë të dhënat në lidhje me këtë dhe të arrijmë t'i botojmë këto të dhëna. Sipas specialistëve, ky monument njihet si bashkëkohës i ndërtimeve publike të realizuara gjatë qeverisë së perandorëve Anastasi Parë dhe Justinianit.